Giorgia Meloni, kryeministrja italiane, ka paralajmëruar për egoizmin midis liderëve evropian pasi u hap një përçarje e hidhur diplomatike mes saj dhe Emmanuel Macron. Sherri me homologun e saj francez nisi të premte në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Shqipëri. Gjatë samitit, Meloni nuk u ftua të merrte pjesë në një telefonat të përbashkët me Donald Trump. Ajo u tha gazetarëve italian se ishte bllokuar për shkak të refuzimit të saj për të dërguar trupa në Ukrainë si pjesë e një koalicioni të vullnetit të propozuar. Macron, i cili ishte në bisedë me Sir Keir Starmer, Donald Tusk, presidentin e Polonisë dhe Friedrich Merz, kancelarin gjerman, akuzoi zonjën Meloni për përhapjen e dezinformatave. Diskutimi ka të bëjë me një armë pushim. Le të shmangim përhapjen e informacionit të rrem. Tashmë ka mjaft nga ato që vijnë nga Rusia, tha presidenti francez. Meloni u takua me Merz në Rom në prag të inaugurimit të Papës Leo XIV për një takim që shpresoi të qetësonte tensionet, por Meloni më pas u kërkoi të gjithë liderëve të braktisnin egoizmin dhe të fokusohen në dhënien e një fronti të bashkuar drejt një marrëveshjeje paqe që nuk përfshin kapitullimin nga Ukraina. Mediat italiane e kanë përshkruar mungesën e kryeministres së tyre në takimet në Shqipëri si një mospërfillje të qëllimshme, duke sugjeruar se Macron nuk e kishte dashur përfshirjen e saj. Meloni u tha gazetarëve të shtunën se Italia ishte e hapur për të bashkuar me çdo format ndërkombëtar që synon të jap fund luftës, por paralajmëroi kundër ndarjeve brenda perëndimit. Në takimin në Rom me zonjën Meloni, Merz tha: "Ne nuk duhet të lejojmë që të ndahemi. Do të zhvilloj bisedime në BE në ditët në vijim dhe do të përfshi Italinë në gjitha përpjekjet tona për zgjidhur këtë konflikt." Meloni dhe Macron dihet se kanë një marrëdhënie të ftohtë dhe Meloni është kapur në kamera në të kaluarën duke rrotulluar syt pasi ka shtrënguar duart me Macron. Kryeministrja italiane ka qenë një mbështetëse e vendosur e Kievit dhe gjithashtu ka zhvilluar një raport të fortë personal me Trump, por ajo ka qenë shumë kritike ndaj planeve për dërguar trupa në Ukrainë si i paqëruajtës për të kontrolluar një armë pushim të përhershëm. Javën e fundit, Meloni ka qenë gjithnjë më shumë në kritikat e liderëve dhe të opozitës në Itali për marginalizimin nga liderët evropian. Ndërkohë, Merzi i Gjermanisë, Macron dhe Sir Keir Starmer i Britanisë së Madhe kanë shtyrë përpara diskutimet me Shtëpinë e Bardhë për Ukrainën, shkruan The Telegraph. Fillimisht ishte udhëtimi me tren për në Kiev, më pas të premte një takim dhe përfundimisht një telefonat e përbashkët me Donald Trump, që ndodhi në margjinat e samitit të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë, Shqipëri, ku morën pjesë 40 liderë europian. Thirrja drejtuar Trump u bë pasi bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë dështuan në Stamboll më herët atë ditë dhe grupi, i cili përfshinte Zelenskin, por jo Melonin, më vonë lëshoi një deklaratë duke i quajtur kërkesat e Rusisë të papranueshme. Trump do të flasë me Vladimir Putin të hënën pasi zëvendës presidenti i tij zhvilloi bisedime të drejtpërdrejta me Zelenskin në margjinat e meshës së Papës të dielën. Putin tha të dielën se Rusia ka forcën dhe burimet për të përfunduar atë që filloi me pushtimin e Ukrainës. Të dielën Rusia nisi gjithashtu sulmin e saj më intensiv me dronë në Ukrainë që nga pushtimi në 2022, duke gjuajtur gjithsej 273 dronë gjatë natës, than forcat ajrore të Ukrainës.